Ndërkohë të doja të kalonim edhe në dy shkrime tjera që gazetarja Bubulina Peni ka përgatitur për lexuesit e familja jonë. Fahredin Hoti, mjeku që kontriboi deri në frymën e fundit dhe humbi jetën pranë djalit të tij. Gjatë luftës së viteve 1998-1999 në Kosovë, e cila filloi me 28 shkurt të vitit 1998, pas sulmit të forcave serbe në fshatrat Likoşan dhe Qires të Drenicës, një rol të rëndësishëm dhanë edhe mjekët dhe personeli shëndetësor. Përkundër rrethanave të luftës, ata vazhduan ushtrimin e profesionit duke zbatuar parimet e betimet të Hipokratit dhe duke ofruar trajtim për çmurët të plagosurit dhe personat në nevojë. Këtë shkrim e gjeni në portalin Familja Jonë dhe në Facebook, të cilën e falenderoj gazetaren Bubulina Peni. Do doja të kaloja edhe të një shkrim tjetër i cili është dedikuar festës së pavarësisë së Kosovës 17 shkurtit, duke i specifikuar një fokus të veçantë mantelbardhe të cilat kontribuan gjatë luftës me punën e tyre duke rrezikuar edhe jetën e tyre. Bubulina Peni na sjell një tjetër lajm me këtë dedikim. Doktori që i dha jetë liris, kontributi doktor Fahredin Hotit i dokumentuar përmes librave. Pavarësisht vështirësive të viteve të nadjeta në Kosovë, për Besnik Hotin mbeten të freskëta copëzat e kujtimeve me baban e tij, doktor Fahredin Hotin, të cilin e kishte ende pranë aso kohe. Raportet me babain e tij Besniku i kujton si shumë të afërta, kur përkundrejt volumit të madh të punëve Besniku mban mend se doktor Fahredini gjithmonë gjente kohë për familjen. Një shkrim, një kujtim ku djali vet flet për babain e tij, doktorin e nderuar i cili humbi jetën fatkeqësisht. Të gjitha këto lajme në portalin Familja Jonë janë 24/7 dhe mund t'i gjeni të gjitha të shpërndara edhe në rrjetet tjera sociale, sidomos